Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Motras më ktheve përgjigje, Poni poston mesazhet e fundit me Shpat Kasapin. Ndarja e parakohshme nga jeta e këngëtarit Shpat Kasapi ka tronditur thellë kolegët e tij, mes të cilëve edhe këngëtaren e njohur Poni, e cila ka ndarë me publikun kujtime të vjetra dhe komunikimin e fundit me artistin. Përmes një postimi, Poni ka shprehur dhimbjen për mikun e saj, duke kujtuar kohën e artë të karrierës së tij. Lajmi pa besueshëm dhe shumë i trisht. Turneu në 2007 në Amerikë, ku kënduam së bashku në 5 shtete, ishte në kulmin e karrierës. Bëi nami në backstage vetëm për të bërë një foto me ty, duke e cilësuar Shpatin si djalin me zemrën më të bardhë. Përveç fjalëve të ndjera, këngëtarja ka publikuar edhe një screenshot të bisedës së tyre të fundit në WhatsApp, duke treguar raportin e afërt vëlla-motër që kishin. Në mesazhet e shkëmbyera, Shpati shkruante: "Motra si je? S'më ktheve përgjigje." Ndërsa Poni ishte përgjigjur me dashamirësi: "Shpati si je vllaçko? Jam në Stockholm." Ky detaj intim tregon komunikimin e vazhdueshëm dhe miqësor që kishin ruajtur ndër vite, duke e bërë humbjen edhe më të rëndë për rrethin e tij shoqëror.